Një zhvillim i papritur ka ndodhur gjatë orëve të vona të natës në reality show Ferma VIP 3, ku këngëtarja e njohur Jonida Maliqi vendosi të largohet përfundimisht nga gara. Vendimi duke se erdhi menjëherë pas përfundimit të prajmit të së hënës, në orët e vona të natës e shpar duke mbledhur sendet personale dhe duke lënë fermën, gjerisa bëri një tërheqje të papritur nga ky edicion. Deri më tani nuk është bërë e ditur një arsye zyrtare për këtë vendim të befasishëm, ndonse brenda shtëpisë kanë nisur menjëherë diskutime dhe reagimet e banorëve të tjerë, të cilët kanë shprehur habi për largimin e saj të shpejtë. Në mungesë një deklarate nga vetë artistja në rrjetet dhe brenda formatit kanë qarkulluar edhe komente ironike nga disa fermerë, të cilët kanë lënë të kuptohet se situata dhe sfidat e fundit mund të kenë ndikuar në këtë vendim të Jonida Maliqit. Megjithatë, pritet që në vijim të ketë një reagim zyrtar nga vetë Maliqi, e cila duhet të sqarojë arsyet e vërteta të këtij largimi të papritur nga Ferma VIP. Por largimi i Jonida Maliqit nuk ishte i vetmi në prajmin e së hënës. Më herët ishte këngëtari Kuba, i cili u largua pa ashtu me dëshirë nga formati, duke u shprehur se arsyeja kryesore lidhet me mungesën e privatësisë dhe qetësisë gjatë qëndrimit në fermë.